Përshëndetje shikues dhe lexues të Telegrafit, mirë se po takohemi. Kohëve të fundit është shpeshtuar fenomeni i ikjeve nga Kosova, sidomos edhe ajo e mjekëve. E për të folur për këtë dhe për shumë çështje tjera, për situatën shëndetësi dhe atë të personelit shëndetësor, përballë meje është kryetarja e Sindikatës së Mjekëve të Kosovës, Tevide Imeri. Sipas jush, pse po ndodh ky fenomen dhe cilat janë kërkesat që kanë mjekët që largohen nga Kosova, si dhe kërkesat e sindikatës drejtuar qeverisë? Faleminderit për juve si media që po ngrisni këtë shqetësim që është goxha i madh në nivel vendi, jo vetëm i federatës, po i gjitha institucioneve dhe udhave të profesionistëve dhe gjithëve. Është fenomen që o të na përcjell ndër vite, por që është kohët e fundit ikjet janë bërë edhe më të dukshme dhe ndoshta kanë filluar të humbin shpresat për një shëndetësi më të mirë, për një shëndetësi e cila të ishte prioritet e qeverisë, por siç duket është një zhgënjem i madh tek punëtorët shëndetësor, tek mjekët, po edhe te infermierët, sepse edhe infermierët ka ikje krahas mjekëve, ndoshta edhe numër më të madh që kanë dhe për herë kam thënë se shkojnë mjekët dhe infermierët të cilët kanë një notë mesatare të lartë, sepse zgjedhin cilësi edhe shtetet e perëndimit, domethënë edhe ata zgjedhin çka po marrin ojkën e shëndetësisë të Kosovës, dhe kjo është shumë e dhëmshme për shtetin tonë, për vendin tonë, po është më e dhëmshme për qytetarët tonë, sepse ka mundësi që shumë shpejt ngelemi pa shërbimet kryesore ose shërbimet deficitare të cilat japin. Ju jeni dëshmitar të asaj që edhe mjekët përveç se po ikin në perëndim, po i shohin institucione publike dhe po kalojnë në institucione private, dhe kjo është një shqetësim shumë i madh edhe për ne si federat, sepse edhe ne brengosim edhe për qytetarët dhe për shëndetjen e qytetarëve, tek e fundit është humane. Çështja është që çdo ditë ju i shihni edhe përmes mediave dhe ne i shohim direkt se si e lëshojnë institucionet publike dhe i kalojnë në institucionet private. Nuk është çështja e vetëm e pagesave, e pagave që është ndoshta elementarja, po janë edhe plot gjëra tjera të cilat e bëjnë mjekun ose punëtorin shëndetësor që të ikën nga vendi ose të kalojnë në institucionet private. Për shembull, e kem sigurinë në punë, që është për herë nuk ka siguri të mjaftueshme, sulmohet mjeku, sulmohet infermieri, ju e dini fort mirë sa herë ka ndodhur që janë therrë me thik, janë rra, dhe me një formë ose me një tjetër, mas gjithë këtij sulmi është bërë një lloj spektakli dhe nuk ka pas keqardhje nga institucionet, por më tepër e kanë pas si spektakël. Dhe kjo është ajo e cila është shqetësim kryesor. Shqetësimi tjetër është kushtet e punës, kushtet në të cilat punojnë punëtorët shëndetësor në përgjithësi. Kushtet mjetet e punës, për mjetet elementare ndoshta ka mungesë në për institucione, nuk e di sa ju i keni vizitu, po unë sa e di ndodhet që edhe stetoskop të mirë nuk kanë, ose i kanë të klona mazdore të gjitha, domethënë. Masnej pastërtia dhe gjithçka për shembull to e kriju edhe prej nyjeve sanitare të cilat janë të mjerueshme, në gjendje të mjerueshme. Një zhveshtore i mungon institucioneve shëndetësore në cilat do duhet ndrohet punëtori shëndetësor. Ndoshta është banale, më falni për këtë, po mendoj që është shumë shqetësuese dhe krejt kjo na bën të shohim se shëndetësia është ose punëtori shëndetësor është i denigruar, është i ulur për tokë, është i nënçmuar dhe asnjëherë nuk e po merret si prioritet. Pse ndodh krejt kjo? Unë e kam thonë edhe përsëris prapë edhe do ta përsëris gjithë jetën, sepse politikë bërësit nuk e kanë marrë për prioritet, sepse personalisht nuk marrin shërbimin në institucionet publike. Dhe mendoj që krejt kjo është problemi. Po të shkojnë, ta vizitojnë, tani ministri kohëve të fundit që ishte në një intervenim e kish vërejtë se në çfarë kushte të mjerueshme punojnë punëtorët dhe duke shumë i zhgënjur. Edhe po besoj që duhet të reflektoj edhe besoj që do të reflektoj ministri mbas asaj gjendje skandaloze që e ka pasur në spitalin e QKK-s në kirurgjinë sigurisht. Do me thonë, krejt këto probleme janë, nuk është çështja vetëm e pagës, po paga është e fundit që punëtorin shëndetësor e ka përull, e ka denigru dhe e ka vu me një pagë të cilën e ka edhe shoferi i zavens ministrave. Llogarit në këtë. Pas ju e dini sa ka një kosto për ta nxjerrë një doktor diplomu. Masnaj sa kohë harxhon dhe sa humb në financiarisht
në momentin që bëhet studenti i mjekësisë, pastaj është një specializim që zgjat 4 vjet dhe subspecializim 2 vite që i bjen 22 vite shkollim. Krejt këto janë humbje dhe kanë një kosto aq të madhe, sos duhet të shohim se s'jam financiere që ti llogaris, po dikush duhet mendoj definitivisht për këto. Është koha e fundit që të reflektohet, mos të ikin mjekët edhe infermierët prej vendit tonë, të nalim këto, të bëjmë diçka. Vazhdimisht po thirrët se ka zëra se do të bëjmë, do ta bëjmë kthyrjen e trurit. Unë i los institucionet për t'i kthy, është mos them e pamundshme. Le t'i nalin këta që të po dojnë me ik. E mos të flasim për ata të cilët janë rehabilituar atje, spesaj që të mendoj që nuk është krejt e vështirë për ta bë, vetëm duhet ketë vullnet. Sepse duhet ta çet prioritet shëndetësinë një herë mirë. Dhe të rregulloj ligjin e pagave. Ta nxjerr ligjin mbi sigurimet shëndetësore dhe të punoj në kushtet e punës dhe të sigurinë e punëtorëve shëndetësor. Dhe kjo kish me ndal ikjen. Sepse secili nga punëtori shëndetësor është njihet i nënçmuar edhe nga qeveria, për shembull nga politikbërja, mastaj nënçmuar nga qytetarët. Domethënë këto janë 3 kërkesat e juaja që i adresoni qeverisë. Sigurisht, ligji i pagave është një ligj që ka 10 vite që e kam si draft në zyrën time në regjion timin atje ku kam qenë më herë, dhe domethënë për 12 vite me radhë nuk arrin të bëhet një ligj i pagave që kam menduar se është edhe një standard i BE-s që të bëhet ky ligj dhe akoma jem pa ligj as që flitet për të. Domethënë na nuk kemi informacione të drejtë për drejta edhe çka përmban ligji dhe ku është rëngu punëtori shëndetësor, nuk kem idenë kur do të aprovohet, kur do të qitet në votim, ose kur do të fillon mu implementu. Domethënë krejt këto janë shumë diskret, kam bëhen, po thjesht unë po du me besu që këtë herë do të merren seriozisht me ligjin për pagat dhe do të startojnë s'pakun vitin që vjen. Mirë, po derisa të aprovohet ligji i pagave, qeveria është mirë të reflektojë dhe ministria jonë përkatëse të cilën e kem partner për dialog social, të negociojë me qeverinë dhe të bëjnë ngritje të pagave me një 50% derisa të aplikohet ligji i pagave, sepse vërtet punëtori shëndetësor është hudh për tokë edhe nuk di mos se si mund të denigrohet më. Thatë që jeni takuar me Ministrin e Shëndetësisë. Çfarë konkretisht morët ndonjë premtim nga ministri për ta rregulluar situatën e shëndetësisë në Kosovë? Po, faktikisht unë e kom pyet cilat janë platformat, nuk e mora një përgjigje kështu konkrete, po na tha se jam i interesuar shumë për ta rregulluar çështjen në shëndetësi dhe do t'i krijojmë grupet për dialog social, të cilat do të fillojmë edhe të shohim sepse na kanë kërkuar edhe neve konkretisht cilat janë kërkesat e tona dhe cilat janë interesat e federatës edhe për ata të cilët ne i përfaqësojmë. Ne e kemi ngritë shqetësimin tonë për gjitha këto që i thash më herët dhe që konsideroj që ka qenë dashur të kryhen më herët këto. Jo të pritën 23 vite pas luftës dhe akoma jemi vetëm i vend në rajon që nuk kemi ligjin për sigurime shëndetësore dhe i pe atakon punëtorin shëndetësor drejt për drejt pa edhe qytetarin e thjesht. A keni statistika se sa mjek janë larguar nga Kosova? Litë dikon nuk kam marrë statistika sakta për arsye se jem të punu në këtë aspekt, kam po pres informata zyrtare, por rreth 200 di që kanë shumë mjek, po 300 infermierë. Problemin e kem tash me mjekësinë familjare, mjekësinë primare, ku dikon mosha e tyre është mbi 55 vite, 56 dikon. Dhe po, sipas koordinatorëve të mjekësisë familjare që më kanë thonë vetë, se dikon në 2027 do të mbeten pa mjek familjar fare. Që pi bjen shëndetësia primare o do të shuhet ose do të ndërrohet formati edhe nuk di se si do të punojnë. Domethënë është një lloj praktike që është bë me mjekët e përgjithshëm të cilët vinë nivel 2 dhe ikin specializim, që kish me qenë shumë e dhëmshme për qytetarët, sepse sa po të fillon mjeku me punu, sa të njihet me problemet e pacientit, ai do të ikë në specializim dhe këto. Po krejt kjo po bëhet për arsye se nuk po shifet që ka ndonjë lloj privilegje prej mjekësisë familjare. Po të ishin sigurimet shëndetësore. Të ishte ligji i pagave sigurisht që kishin marrë njerëzit me specializu doktorët më tepër mjekësinë familjare. Tani për tani gati nuk ka student hiç mjekësisë familjare dhe kjo rrezikon shurjen e mjekësive primare që këta nuk janë të ngritë si shqetësimi institucionet, po që është shqetësimi të gjithë koordinatorëve të mjekësisë familjare.
Ju e dini se sa është port hyrëse mjekësia familjare, mjekësia primare, dhe sa 80% dikun të kontrollave mjekësore i bën mjekësia primare, pastaj i referon në sekondare dhe në terciare. Nuk mundesh me shku në sekondare pa pas një udhëzim prej mjekut familjar. Dhe në momentin që shuhen mjekësitë familjare, unë nuk kam idenë se si këta do ta realizojnë ose si do ta rregullojnë këtë çështje. A shpresoni dhe besoni që kjo qeveri do ta rregulloj gjendjen e shëndetësisë në Kosovë për të ndaluar ikjen e mjekëve nga Kosova, si dhe ndoshta për të bërë dhe kthimin e tyre në Kosovë? Po du me besu. Ndoshta s'po besoj thellësisht, po du shumë. Po kam dëshirë me besu, me që edhe kanë premtuar që do ta trajtojnë mirë shëndetësinë. Dhe ne jem ka presim ligjin e paga, të shohim, sepse na kanë premtuar që do ta kthejnë në BSPK dhe aty jem antar edhe na do të shohim ku është rangu punëtori shëndetësor dhe do të reagojmë me kohë. Po presim premtimet, shohim sa po realizohen dhe në qoftë se vërtet nuk ka asnjë realizim të atyre premtimeve të cilat po i bën ministri dhe gjithë politikë bërësit, atëherë edhe ne i kemi do mekanizma tonë të cilat mujnë me i përdor. Edhe pse do të ishte shumë e dhimbshme për qytetarët, po nëse vazhdimisht shkohet në këtë formë, duhet edhe na të që kundërpërgjigjemi me mekanizmat tonë të cilat i kemi me ligj të lejuar. Cilat janë ato mekanizma që veç po i përmendni? Po ne thash zotit mos vjen deri në grevë gjenerale, e cila edhe është po përflitet domethënë në për organet tjera, domethënë në BSPK dhe në të gjitha sindikatat tjera për një grevë gjenerale, e cila do të ishte shumë e dhimbshme për qytetarët, duke mos ofruar shërbime përveç atyre emergjente që janë të parapara me ligj. Po shpresoj, jem në pritje të një përgjigjes për punëtorët shëndetësor me pa ku në kanë rangu, ose një ofrim të rritjes të pagave sipas kërkesës që kemi parashtruar. Zonja Emeri, në raport me punëtorët tjerë të shërbimit publik në Kosovë, në cilin rang rangohet personeli shëndetësor në Kosovë sipas jush? Unë nuk du të bëj krahasim përveç se me organet me këto të drejtësisë, me të cilat i kanë dikun ndoshta më shumë se 3 pagat mjekut specialist, ose afër 3 paga, dhe konsideroj që këto është bën një diskriminim ndaj punëtorëve shëndetësor, dhe s'do të ishte, por ka ndodhur që tashmë që ata e kanë pa të arsyeshme, po ne se kemi pa të arsyeshme dhe unë i kam kritiku personalisht vetë që nuk është dashur të bëhet kjo, po përgjigjja ka qenë e tyre që e kemi bë për faktin që drejtësinë ta kemi të mirë dhe të mos jetë e korruptuar. Që këtë kjo na bën me dije që punëtorit shëndetësor po ja lënë një hapësirë që të korruptohet, edhe është zoti mos ndodh kjo, sepse po gjithsesi faturën po e paguan qytetarë dhe ai qytetari me gjendje më të rëndë ekonomike, për arsye se qytetarët që qëndrojnë mirë ekonomikisht, ata nuk vinë në shëndetësi publike me kërku fare shërbim, po të gjithë shkojnë në Maqedoni siç e dini edhe ju, ose në Turqi, ose edhe në për këto spitalet private të cilat ofrojnë komoditet, ofrojnë kushte më të mira, kanë infrastrukturë më të mirë dhe pritja është domethënë më e shkurtë dhe gjithçka. Po shpresoj shumë që nuk do të vjen ajo ditë që të bëjmë një grevë kaq që do të ishte shumë e dhimbshme dhe që kjo qeveri do të merr hapa konkret rreth përmirësimit të gjendjes në shëndetësi, si dhe përmirësimin e ligjeve ose nxjerrjen e ligjeve të cilat janë primare për shëndetësinë, siç është ligji i pagave, që po pritet rreth 12 vite, si dhe ligjin për sigurime shëndetësore, dhe ai që ka qenë një bardh që është kriju, kanë mojt 2-3 punëtori dhe s'është afru kur gjë, dhe po mendoj që me sa kam informacion, nuk është që kanë fillu diçka të bëjnë, po thjesht po du me shpresu dhe me besu që do të merren seriozisht me shëndetësinë kjo qeveri. Në raport me shtetet e rajonit, ku qëndron shëndetësia në Kosovë? Jemi me pagat më të ulta në nivel të rajonit, që të gjitha. Sidomos gjatë pandemisë, shtetet e rajonit po edhe shtetet tjera me të cilat jemi të lidhura në ato organizatat ndërkombëtare, të gjitha kanë bënë rritje të pagave jo me leç, po me vendime ad hoc për arsye të gjendjes për shkak të pandemisë, vlugët të punës, përgjegjësive si dhe rrezikshmërisë që ka qenë kaq e lartë e punëtorëve shëndetësor. Ju e dini sa kemi humbur sa mjek, sa infermier kanë humbur jetën në krye të detyrës. Dhe kjo është shumë e dhimbshme, por kjo qeveri nuk gjeti vullnetin që ta bëjë spakun në atë kohë që ka mujt shumë lehtë ta bëjë. Një rritje sidomos, një rritje sidoqoftë simbolike, po të ishte vetëm ta dinë se na ka
po përkraje përveç asaj pakos fiskale e cila dhe u dha 200, 250, 100 kishte Leramani, një kojipej, një kojsipej, një farloj lëmoshe, që unë vazhdimisht e kom qujtë lëmosh që nuk është dasht për ullet, do më thonë, punëtori shëndetësor me atë pako që u ka afru. është dasht një rritje pa tjetër tjetë minimumi 30 ose rreth 50% të pagës. Po së ndodhe kjo. Unë falenderit shumë për këtë intervistë shkurtër për Televlafin. Falenderit shumë edhe juve.